Hoxhë nëse I falë 5 kohë namaz, agjeran, lexon Kur'an, edhe burrit tanë kohën ta ban, s'ka me ta pranu I madhi Allah. Çka themi ne? Elhamdulillah, 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 që Allahu nuk e kalon pranimin e ibadeteve në dorën tonë, o burr. O mashkull, se gabova, ti si e burr. Elhamdulillah. Sikur Allahu t'i kish lanë në dorën e njerëzve disa gjana, moti mu, ndoshta edhe ty, ne kishin hek flamën. Moti kish me ecna, por është ai që na ka dhënë jetën, ai që na ka dhënë frymarrjen, ai që na ka caktuar vdekjen, në dorën e të cilit është kaderi jonë, ai që na I pranon ibadetet, ai që na I fal mëkatet, ai që na orienton rrugën e drejtë. Absolut njerëzit jo. Mos u gajla, qëndra besnike ndaj Allahut, qëndra me plot motiv karshi Zotit. Qa ka ndorë burët? Veç budallakit e veta. Ibadetet Allahu është ai që t'i pranon. Bëhu e sinqert me Zotin, ndjek rrugën e khejrit, sillu mirë normal, mos bjerë nivelin e tij, sado që mundohet me të provoku, ndoshta bën nga ignoranca pa qëllim, nuk duhet të akuzoj detyrimisht, nuk duhet ty të vendosi kundër burrit tan, të rebeloj ndaj burrit tan, jo, ti ta dish venin, pozitën ku e ke në familje të burrit. Por këtë çështje ati pranon Allahu, as kam të pranua jo, vetëm ai nalte ka dorë. Bëhu sinqert me Zotin, mendo mirë për Allahun, mbështetu te Allahu, hiç mos tanin. Këtë kemi me vdek, edhe kemi me pa se çka është e vërteta.